Nuk do ta besoni, ja çfarë ndodh nëse djegim disa gjethe dafine në shtëpi. Përveç se gjen përdorim në receta të ndryshme të gatimit, gjethet e dafinës janë përdorur për shekuj me radhë në mjekësinë alternative. Dafina është konsideruar një bim e shenjtë nga qytetrimet e lashta. Në të shkuarën, dafina ka qenë e rëndësishme edhe gjithashtu edhe janë zbuluar disa përfitime të përdorimit të saj. Dafina përmban disa vajra esencial që kanë efekte qetësuese. Këto janë përshkruar edhe më parë në legjenda të ndryshme. Por një efekt qetësues në mendje edhe në trupin tuaj mund të bëjë nëse ndiqni disa gjethe të dafinës në ambientet e shtëpisë, për të paksuar stresin dhe ankthin. Mjaftoi në 2 deri në 3 gjethe t'i vendosni në një enë që nuk digjen dhe t'i lini për 10 minuta. Aroma do të shpërndahet në shtëpinë tuaj dhe do të ketë efekte të mira kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, aroma e dafinës do të jetë ideale edhe në largimin e insekteve të shtëpisë.